Komisioni Parlamentar i Ekonomisë ka miratuar marrëveshje me Bankën Evropiane të Investimeve për hapjen e përfaqësisë së këtij institucioni në Shqipëri. Banka Evropiane e Investimeve, e cila është në pronësi të 27 qeverive të BE-s, si një nga investitorët dhe kreditorët më të mëdhenj globalisht, siguron fonde të konsiderueshme në tregjet e kapitalit, të cilat më pas i jep hua me norma të favorshme për projektet që plotësojnë kriteret e saj. Në kuadër të procesit të integrimit dhe akoma më konkretisht në kuadër të planit të ri të rritjes, BEI është një nga institucionet e rëndësishme nëpërmjet cilit do kalojnë një pjesë e paketave financiare për të cilat Shqipëria mund të përfitojë nga ky proces dhe nga ky projekt i ri i BE-s për Ballkanin Perëndimor. Në këtë kuadër, BEI ka gjykuar që është e rëndësishme që të kenë edhe një prezencë fizike në Shqipëri, duke hapur dhe një zyrë të tyre përfaqësuese fizike në Tiranë. Ardhja e Bankës Evropiane të Investimeve në Shqipëri tregon avancimin e vendit drejt rrugës për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian dhe zhvillimin ekonomik. Në këtë mënyrë, Shqipëria bëhet vendi i dytë në rajon, pas Serbisë që do të ketë një zyrë të këtij institucioni. Ajo që synohet është që BEI të ketë një përfaqësi këtu në Shqipëri dhe nga përfaqësia që ka në Shqipëri, ajo duhet të përfitojë, sikurse dhe një punonjës i delegacionit Bashkimit Evropian në bazë të parimeve të Konventës së Vienës mbi marrëdhëniet diplomatike. Në fakt BEI është një institucion i rëndësishëm sepse deri tani ka qenë prezent në Shqipëri nëpërmjet suportit të investimeve që i ka bërë. BEI ka nisur financimin e saj në Shqipëri nëpërmjet kredive që në vitin 1995. Deri tani vlera zotuar nga banka për financimin e projekteve nëpërmjet kredive është 457.95 milion euro, ku pjesën më të madhe e zën investimet në sektorin e transportit me 56.28%, sektorin e furnizimit me ujë me 23.37%, sektorin e energjisë me 15.29% dhe sektor të tjerë me 5.07%.